Horoskopi ditor e shtunë 10 maj 2025. Horoskopi ditor i Dashit 10 maj 2025. Dashi, pozicioni i hënës sjell një rritje të energjisë dhe entuziazmit. Është një mundësi e shkëlqyer për të ndërmarrë projekte të reja, veçanërisht ato që kërkojnë leadership dhe iniciativë. Prirja juaj natyrore për të marrë kontrollin do të jetë në kulmin e saj, duke ju lejuar të përballoni sfidat me lehtësi. Megjithatë, mos harroni ta balanconi këtë energji të zjarrt me durim. Të tjerët mund të mos ndajnë ritmin tuaj, prandaj praktikoni empatinë dhe mirëkuptimin. Financiarisht mund të paraqitet një mundësi e re që kërkon vendime të shpejta por të llogaritura. Në marrëdhënie, karizma juaj shkëlqen duke tërhequr të tjerët në orbitën tuaj. Përdoreni këtë kohë për të forcuar lidhjet, veçanërisht me partnerët ose miqtë e ngushtë. Megjithatë, keni kujdes nga impulsiviteti që mund të çojë në keqkuptime. Mbajeni komunikimin të qartë dhe koncis. Sa i përket shëndetit, kanalizoni energjinë e tepërt në aktivitet fizik për të ruajtur ekuilibrin dhe mirëqenien. Kënaqësia me interesat krijuese mund të ofrojë gjithashtu një rrugë për shprehje, duke nxitur si kënaqësinë personale ashtu edhe frymëzimin. Horoskopi ditor i Demit 10 maj 2025. Demi, shtrirjet planetare sot ju inkurajojnë të mbështeteni në qëllimet tuaja afatgjata. Është një ditë për planifikim dhe hedhjen e themeleve për përpjekjet e ardhshme. Financiarisht është një kohë ideale për të rishikuar buxhetin tuaj dhe për të bërë rregullimet e nevojshme. Durimi do të jetë çelësi në ushqyerjen e investimeve tuaja. Sa i përket marrëdhënieve, merrni një moment për të vlerësuar gjestet e vogla të dashurisë dhe mbështetjes nga ata përreth jush. Komunikimi mund të duket paksa i çuditshëm, kështu që është e rëndësishme të jeni të qartë dhe të saktë për të parandaluar çdo keqkuptim. Profesionalisht mund të gjeni veten të tërhequr nga detyrat që kërkojnë vëmendje të kujdesshme ndaj detajeve, gjë që i përshtatet në mënyrë të përkryer natyrës suaj. Shfrytëzoni këtë energji për të shfaqur besueshmërinë dhe përkushtimin tuaj. Angazhohuni në aktivitete që ofrojnë paqe të brendshme, si meditimi ose ecja në natyrë, pasi ato do t'ju ndihmojnë të ruani ekuilibrin emocional. Mos harroni përqendrimin në të tashmen dhe të qenit mirënjohës për atë që keni mund të sjellë ngushëllim dhe gëzim sot. Horoskopi ditor i Binjakëve, 10 maj 2025. Binjakët, sot është një ditë reflektimi dhe fokusit të brendshëm, pasi pozicionet planetare ju nxisin të zhyteni në mendimet dhe ndjenjat tuaja. Është një mundësi e shkëlqyer për të rivlerësuar qëllimet dhe ambiciet personale. Përdoreni këtë energji introspektive për të filluar biseda me veten tuaj rreth asaj që ka vërtet rëndësi. Në punë, mund të ndjeni një dëshirë për të menduar jashtë kornizave, duke sjellë zgjidhje inovative që tërheqin vëmendjen e kolegëve dhe e prorëve. Sigurohuni që idetë tuaja krijuese të jenë të paraqitura mirë dhe të ndërtuara në mënyrë kohezive. Në aspektin shoqëror, edhe pse gjendja juaj shpirtërore mund të jetë më kontemplative, mos u shmangni nga angazhimi me miq që mund të ofrojnë njohuri të vlefshme. Marrëdhëniet mund të kërkojnë pak më shumë vëmendje. Dëgjoni në mënyrë aktive për të shmangur çdo keqkuptim. Financiarisht është një ditë e mirë për të analizuar investimet dhe për të marrë në konsiderat strategjitë e ardhshme financiare. Shfrytëzojeni këtë kohë për të pastruar mjedisin tuaj, duke krijuar një hapësirë që nxit qartësinë dhe produktivitetin. Shëndeti juaj do të përfitojë nga momentet e qeta të relaksimit dhe rigjenerimit. Horoskopi ditor i Gafores, 10 maj 2025. Gafore, dita është e përshtatshme për të ushqyer mjedisin tuaj familjar, pasi energjitë qiellore nxjerrin në pa çështjet e shtëpisë dhe familjes. Mund të ndjeni një lidhje më të fortë me rrënjët tuaja, duke ju nxitur të kaloni kohë me të dashurit tuaj. Kjo është një kohë e shkëlqyer për të adresuar çdo problem të vazhdueshëm familjar me dëmshuri dhe mirëkuptim. Profesionalisht, përqendrohuni në detyrat që kërkojnë inteligjencë emocionale dhe empati. Aftësia juaj për të lidhur në një nivel personal do të shkëlqejë në punën tuaj. Stabiliteti financiar është në mendjen tuaj sot. Merrni në konsiderat hartimin e një plani për të zbutur pasiguritë e ardhshme. Në marrëdhënie, komunikimi i hapur është çelësi, prandaj shprehni ndjenjat tuaja sinqerisht për të forcuar lidhjet. Intuita juaj është rritur, duke ju ndihmuar të lundroni në situata të vështira shoqërore. Sidoqoftë, sigurohuni që nuk po i projektoni pasiguritë tuaja tek të tjerët. Balanconi tendencat tuaja të kujdesit me kujdesin për veten për të parandaluar lodhjen. Angazhohuni në aktivitete në shtëpi që ju ngren moralin, si gatimi ose dekorimi, duke ofruar rehati dhe fuqizim. Horoskopi ditor i Luanit, 10 maj 2025. Luani, me yjet që rreshtohen në mënyrë të favorshme sot, ka një vëmendje të veçantë në shprehjen tuaj krijuese dhe angazhimet shoqërore. Energjia dhe entuziazmi juaj i gjallë mund të çojnë në sipërmarrje të reja emocionuese ose të shfaqin talentet tuaja në një mënyrë mbërselënse. Profesionalisht, kjo është një ditë e shkëlqyer për të marrë një rrezik, për të hedhur një ide të guximshme ose për të udhëhequr një projekt ekipi.
Financiarisht mund të përballeni me disa mundësi joshëse, por sigurohuni që ato të përputhen me qëllimet tuaja afatgjata për të shmangur vendimet impulsive. Në marrëdhëniet personale, karizma juaj është në kulmin e saj, duke tërhequr njerëzit drejt jush pa mundim. Kjo mund të çojë në thellimin e lidhjeve ose romancave të reja. Sidoqoftë, sigurohuni që t'i dëgjoni të tjerët dhe të mos dominoni biseda. Sa i përket shëndetit, kanalizoni energjinë tuaj natyrore në aktivitete që ju fuqizojnë si sportet ose vallëzimi. Marrja e kohës për reflektim mund të ndihmojë në balancimin e niveleve tuaja të larta të energjisë. Mos harroni të kujdeseni edhe për çështjet praktike, pasi ato hedhin themelet për suksesin e ardhshëm. Horoskopi ditori Virgjëreshës, 10 maj 2025. Virgjëresha, energjitë qiellore të sotme theksojnë efikasitetin dhe praktikën, perfekte për organizimin dhe pastrimin e mjedisit tuaj. Aftësitë tuaja analitike janë të rritura, duke ju mundësuar të përballeni me sfida komplekse me saktësi. Kjo është një kohë ideale për të përmirësuar proceset në punë, të cilat nuk do të kalojnë pa u vënë re nga ata që janë në autorite. Financiarisht, përqendrohuni në detyrat të orientuara drejt detajeve, siç është shqyrtimi i faturave ose planifikimi i buxhetit tuaj. Në jetën tuaj personale, komunikimi është thelbësor. Dëgjoni me kujdes perspektivat e të tjerëve për të përmirësuar marrëdhëniet tuaja. Miqt mund të kërkojnë këshillat tuaja dhe qasja juaj logjike mund të ofrojë njohuri të vlefshme. Jini të kujdesshëm me vërejtjet kritike, pasi ndjeshmëria e shtuar mund të çojë në keqkuptime. Sa i përket shëndetit, jepini përparësi rutinave që promovojnë mirëqenien, si një dietë e ekuilibruar dhe ushtrime të rregullta. Edhe pse mund të ndjeni dëshirën për të përsosur gjithçka, mos harroni se është në rregull të përqafoni pa përsosmëri. Merrni kohë për të çlodhur dhe shijuar hobi që stimulojnë mendjen tuaj ndërsa ofrojnë relaksim dhe kënaqësi. Horoskopi ditori Peshores, 10 maj 2025. Peshorja, sot është një ditë e mrekullueshme për të nxitur lidhjet, qoftë përmes punës në grup apo tubimeve shoqërore. Aftësitë tuaja natyrore diplomatike janë rritur, duke ju bërë një figurë qendrore në ndërmjetësimin e konflikteve ose bashkimin e njerëzve. Profesionalisht, kjo është një kohë e shkëlqyer për të punuar në projekte bashkëpunuese, ose për të krijuar rrjet për mundësi të ardhshme. Financiarisht, shqyrtimi i investimeve të përbashkëta ose burimeve të përbashkëta mund të sjellë rezultate të frytshme. Në marrëdhënie, shprehni hapur dashurinë tuaj, pasi kjo mund të forcojë lidhjet me ata që ju interesojnë. Kushtojini vëmendje ruajtjes së ekuilibrit personal mes angazhimeve shoqërore për të shmangur mbi ngarkesën. Shëndeti juaj do të përfitojë nga aktivitetet që rivendosin ekuilibrin, të tilla si yoga ose meditimi. Mos harroni të vendosni kufi për të mbrojtur paqen tuaj, duke u siguruar që nuk po kujdeseni vetëm për nevojat e të tjerëve në kurrizin tuaj. Përqafoni qetësinë për të rimbushur shpirtin tuaj për ditët në vijim. Horoskopi ditori i Akrepit, 10 maj 2025. Akrepi, shtrira kozmike e sotme ju fton të eksploroni të vërteta më të thella dhe të përqendroheni në transformim. Kjo është një ditë për vetanalizë dhe kuptim të dëshirave të fshehura, ose përvojave të kaluara që formsojnë të tashmen tuaj. Profesionalisht mund ta gjeni veten të shtyrë të gërmoni në sipërfaqen e sfidave, duke zbuluar zgjidhje që të tjerët mund t'ja anashkalojnë. Financiarisht, merrni në konsiderat kërkimin e investimeve afatgjata ose eksplorimin e mënyrave për të transformuar strategjinë tuaj financiare. Marrëdhëniet mund të ndihen intensive sot. Përdoreni këtë energji për të thelluar lidhjet emocionale, por keni kujdes që të mos bëheni shumë posesiv ose sekre. Komunikimi i hapur do t'ju ndihmojë të përballoni çdo tension që lind. Intuita juaj është e mprehtë, besojini asaj kur merrni vendime. Nga ana shëndetësore, kjo është një ditë e shkëlqyer për detoksifikim mendor dhe fizik. Angazhohuni në aktivitete që pastrojnë dhe rigjallërojnë, të tilla si meditimi ose një shëtitje e shpejtë. Të merrni kohë për veten tuaj për të rimbushur dhe reflektuar do të sjellë qartësi dhe paqe, duke vendosur një ton pozitiv për përpjekjet e ardhshme. Horoskopi ditori Shigjetarit, 10 maj 2025. Shigjetari, energjitë kozmike sot përqendrohen në zgjerim dhe aventurë, duke ju inkurajuar të çliroheni nga rutina dhe të eksploroni mundësi të reja. Qoftë përmes udhëtimit, arsimit apo zgjerimit të horizonteve tuaja në mënyra të tjera, kërkoni përvoja që rrisin kuptimin tuaj për botën. Profesionalisht, kjo është një kohë e shkëlqyer për të menduar në shkallë të gjerë dhe për të propozuar ide të guximshme që mund të ndikojnë në rritjen afatgjat. Financiarisht, keni kujdes nga tejkalimi i burimeve tuaja në sipërmarrje impulsive. Në marrëdhënie, entuziazmi dhe optimizmi juaj janë ngjitse, duke i bërë ndërveprimet më të këndshme. Por sigurohuni që të dëgjoni në mënyrë aktive për të shmangur anashkalimin e detajeve të rëndësishme. Angazhohuni në komunikim të hapur dhe jini të gatshëm për kompromis. Nga ana shëndetësore, aktivitetet fizike që përfshin eksplorim mund të jenë si përmbushëse ashtu edhe freskuese.
Mos harroni të balanconi shpirtin tuaj aventuresk me konsiderata praktike për të ruajtur stabilitetin. Përqafoni momentet e vetmis për të rimbushur energjinë tuaj, duke u siguruar që jeni të pajisur mirë për të shfrytëzuar çdo mundësi që dita ka për të ofruar. Horoskopi ditori Bricjapit, 10 maj 2025. Bricjapi yjet e sotëm theksojnë përgjegjësinë dhe ambicien, duke u parafruar me shtysën tuaj natyrore për sukses. Shfrytëzojeni këtë energji për të çuar përpara qëllimet e karrierës, për të përfunduar projekte të rëndësishme dhe për të vendosur objektiva të reja. Praktikimi i durimit dhe këmbënguljes do të sjellë rezultate të dobishme. Financiarisht merrni në konsiderat investimet afatgjata dhe planifikimin strategjik, por keni kujdes nga rreziqet. Në marrëdhënie, balancimi i angazhimeve të punës me lidhjet personale është thelbësor. Të treguarit e vlerësimit ndaj të dashurve mund të forcojë lidhje. Profesionalisht, kjo është një ditë ku përpjekjet e disiplinuara do të shkëlqejnë, duke quar ndoshta në njohje nga kolegët ose e prorët. Aftësia juaj për të udhëhequr me shembull mund të frymëzojë ata përreth jush. Në një nivel personal, sigurohuni që të krijoni kohë për relaksim për të parandaluar lodhjen. Sa i përket shëndetit, përqendrohuni në aktivitete që ju mbështesin dhe nxisin mirëqenien e përgjithshme, siç është një regjim i strukturuar ushtrimesh ose meditimi vetëdijshëm. Kujdesi për shëndetin tuaj emocional mund të rrisë qëndrueshmërinë, duke ju bërë të përgatitur mirë për takimet dhe detyrat e ardhshme. Horoskopi ditori Ujorit, 10 maj 2025. Ujori, shtrirjet qellore të sotme inkurajojnë inovacionin dhe bashkëpunimin. Ky është një mundësi e shkëlqyer për të ndarë idetë tuaja unike dhe për të punuar me të tjerët drejt një qëllimi të përbashkët. Mendimet tuaja vizionare ka të ngjarë të frymëzojnë ata përreth jush, duke çuar në projekte të reja emocionuese. Financiarisht merrni në konsiderat mënyra të reja për t'ju afruar buxhetit ose investimeve tuaja, por qëndroni të bazuar në praktikë. Në marrëdhëniet personale, miqtë të dashurit do ta vlerësojnë qasjen tuaj me mendje të hapur. Angazhohuni në aktivitete që lejojnë shkëmbime kuptimplote idesh, duke forcuar lidhjet tuaja shoqërore. Ndjenja juaj e komunitetit është e theksuar sot. Përdoreni atë për të mbledhur të tjerët për një kauzë që ka rëndësi. Sidoqoftë, sigurohuni që fryma juaj gjithëpërfshirëse të mos çojë në dobësimin tuaj. Nga ana shëndetësore, përfshirja në ndjekje krijuese ose intelektuale mund të rigjallërojë mendjen dhe trupin tuaj. Balanconi agjendën tuaj të ngjeshur me momente pushimi dhe reflektimi, duke siguruar nivele të qëndrueshme energjie dhe një pikpamje pozitive për jetën. Horoskopi ditori Peshqve, 10 maj 2025. Peshqit, ndikimi planetar i sotëm ju fton të shfrytëzoni intuitën dhe kreativitetin tuaj. Mund të ndjeni një tërheqje drejt përpjekjeve artistike, ose të shprehni emocionet tuaja përmes shkrimit ose muzikës. Kjo është një kohë ideale për vetanalizë, duke ju lejuar të lidheni me ëndrat dhe aspiratat tuaja më të thella. Profesionalisht, natyra juaj empatike mund të nxjisë harmoninë në ekip ose të zgjidhë konfliktet, por keni kujdes të mbroheni nga shtërruesit e energjisë. Financiarisht, është një kohë e mirë për të rivlerësuar shpenzimet dhe për të krijuar një qasje të ekuilibruar ndaj kursimeve. Shoqërisht, prirja juaj e kujdesshme tërheq njerëz që kërkojnë mbështetje emocionale. Ofroni këshilla, por mbroni kufit tuaj. Në marrëdhënie, dëgjoni në mënyrë aktive partnerët për të forcuar lidhjet duke ruajtur zërin tuaj. Nga ana shëndetësore, ushtrimet e buta si yoga ose noti mund të përmirësojnë mirëqenien. Vlerësoni vetmin për të mbledhur mendimet tuaja dhe për të rifreskuar shpirtin tuaj. Mos harroni të mbështesni ëndrat tuaja me hapa të zbatueshëm sot për rritje dhe përmbushje personale. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.